Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 28, data 28 prill 2026. Kemi një ditë mjaft të ndikuese, rrezatuese, por kemi edhe një aktivitet planetar që na ndihmon jashtëmase për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha që ka të bëjnë. Arsyeja, kemi afërditën nga binjakët që formon një trekëndësh me Plutonin, një kënd shumë pozitiv, si dhe për jetën e anës sentimentale, si për financat, favorizohen shumë dhe takime që mund bëhen ose kontrata të rëndësishme, që do të thotë ndikime shumë të mëdha në ndryshime të mëdha që do të kemi, ajo që përfitojnë jashtëmase ka të bëjnë shumë shenjat, sidomos marrëveshje të rëndësishme financiare dhe kontrata të rëndësishme, binjakët, peshorja, ujori të 10 diçit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja janë shumë të favorizuara. Tani, para se të fillojmë parashimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që juve dëshironi. Dhe duke parë dhe më pas e klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin se keni përblerjen dhe jeni gati për të jo vetëm se duhet që të bëni diçka ose të keni diçka të mirë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, por keni edhe mundësinë që juve të flasim për gjithçka dëshironi. Me qenë se për juve që keni do të dërgoni mesazh dhe jeni në dilemë se si dhe qysh mund ta merrni përgjigjen live kur jemi neve drejt për me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës e Dashit do duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve, sepse çdo periudhë ose çdo kohë ka vendin e vet. Por meqense kjo periudhë ka qenë pak ndikuese në anën tuaj, bën që tani për tani të jeni pak a shumë në dilemë për një çështje shumë të rëndësishme ekonomike dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë, por për juve është momenti të bërë ndryshimin ose reflektimet në lidhje me punën tuaj. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjë shumë me luantë dhe diçit parë dhe me ujor sidomos është koha juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, meqense se ka një mundësi, ka një kohë shumë të mirë ekonomike dhe një ndryshim shumë pozitiv, për sa i përket punës suaj, për sa i përket gjërave që juve keni ose doni të rregulloni, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse gjërat janë pozitive, i keni dhe keni pas mundësinë në një farë mënyre për jetën, për vazhdimsinë, për korrektësinë dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, me ujor sidomos është një mundësi shumë e mirë tani tutje ku gjërat do të rregullohen dhe do të stabilizohen. Në një takim që do të bëni bashkim familjar do jetë me shigjetarët e diçit parë, nëse keni mundësinë, mund ta rregulloni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thonë binjakët. Për sa i përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Për binjakët unë do thosha shumë gjëra ose lidhja që bëhet, mundësia që ju e keni, periudha ku gjërat ndodhin, është mundësia më e mirë e mundshme për punën, për ndryshimet e mëdha që vijnë tani tutje, ku koha ka treguar që çdo gjë është keni në dorë juve, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë maturisë suaj, dhe kjo është momenti më pozitiv dhe më preciz në atë që juve bëni, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shqetar dhe me virgjëresht edhe diçit tretë, ku është një mundësi shumë e mirë, sepse keni pasur disa çështje të pazgjitura, keni pasur disa probleme në një të kaluar, por vjen momenti tani që e shikoni edhe vetë juve që ka një drejtësi shumë të madhe në mes, po çfarë mund të bëhet? Ajo që do të bëhet, juve e keni mundësinë sepse zgjidhni problemin në kohën e dur, momentin që juve keni në anën tuaj dhe një ndikim shumë i mirë ekonomik rrezaton dhe rregullohet ashtu siç dëshironi. Në çështje shpirtërore, një bashkim familjar do jetë me peshk, edhe pse të palidhur kanë pasur probleme, por kjo është tjetër gjë, nuk ka vend për të shqetësuar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve.
Për gaforet duket se kanë mjaft gjëra për të bërë, shumë gjëra për të thënë. Për të bërë dhe sidomos ka një mundësi shumë të mirë financiare, sepse gaforet duket se tani në këtë periudhë, në që po flasim ose keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur akoma, gjëra që keni pasur me problematika të ndryshme, por kjo është periudha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm, duke zgjidhur çështje problematike, duke zgjidhur gjërat që keni pasur në anën tuaj në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por me karrierën unë do thosha sepse është tani një moment mjaft i artë dhe tepër pozitiv për punën, për gjërat që do të ndikojnë, për mundësitë që do t'ju jepen dhe periudha e duhur në financa, në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë shumë me virgjëreshje dhe diçit parë, me peshkët dhe diçit e tretë, që është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Me luanët duket se si shenja zjarri që janë, edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla, por nuk i kanë zgjidhur për arsye të punës së tyre, disa gjëra që vërtet ndikojnë ose arrin për të stabilizuar çështjet financiare, për të stabilizuar gjërat që dëshironi, por meqense tani është koha edhe lumturia, ndryshimi më i mirë i mundshëm për sa përket stabilizimeve, për sa përket mundësive të arta që vijnë drejt jush. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me shigjetarët dhe diçit të tretë, me shigjetarë e keni mundësinë sepse luanët do të nisin një rrugtim të ri drejt punës së tyre, drejt karrierës së tyre, drejt karrierës sidomos, është një mundësi shumë e mirë. Në çështjet që lidhen me një takim që do të bëni me në një udhëtim ku mund të jetë ka të bëjë me paran, është një mundësi shumë e mirë tani e tutje, ku gjërat do të ndryshojnë, gjërat do të arrihet mundësia dhe koha e duhur për të çështjet ekonomike financiare, për anën ekonomike, për ndryshimet të tjera që do të vinë në lidhje me dashurinë, por një udhëtim i largët mund t'ju ndihmojnë shumë nga një dokument ose disa çështje biznesi mund të përfitoni dhe jo të humbisni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Me virgjëreshat duket se kjo periudhë, edhe pse tani mund të duket e vështirë si në plan parë, por është shumë e mirë për t'i arritur qëllimin tuaj. Në momentet që juve keni, kohën që juve rregulloni, stabilizoni dhe gjërat që i mundsoni, sepse është e mundur për të arritur atje ku doni juve, një nga momentet që mund të keni, sepse janë momente shumë të mira dhe tepër pozitive. Unë do thosha që kjo periudhë që është tani, është vërtet periudha mjaft e mirë, mjaft pozitive në ekonomi, mbi ndryshimet që keni, momentet që keni, por keni dhe disa gjëra të tjera që do t'i rregulloni në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj, sepse çdo gjë mund të shkojë bashkë, çdo gjë mund të arrihet falë zuarësisë suaj dhe maturisë, është koha juaj dhe momenti. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Meqense peshorët tani në këtë periudhë kanë mjaft takime, bisedime do thosha unë që kanë më shumë, sepse është një periudhë tani mjaft e mirë, duke ndikuar, duke stabilizuar anën ekonomike financiare, duke stabilizuar disa gjëra që vërtet juve e keni mundësinë, vërtet juve jeni në anën më të mirë të mundshme për sa i përket çështjeve që lidhen me dashurinë, lidhen me vendimet juve merrni, por anë tjetër që ka të bëjnë, nuk besoj se ka diçka problematike në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që juve merrni. Por megjithatë, me sa duket, është një ndikim mjaft i mirë, një çështje madhore që ka të bëjnë me financat, ka të bëjnë me gjëra të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën tuaj, në lidhje me takimet, lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, por gjithashtu kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë, për të arritur qëllimin tuaj dhe jo vetëm. Çështjet ekonomike financiare, biznesi, karriera, me karrierën sidomos e keni pak a shumë ju një ndryshim shumë të madh, marrjen e vendimeve që do të shikoni me ndryshimin e punës, por mos u shqetësoni në lidhje me financat, sepse ka të bëjë me financat shumë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, por gjithsesi mundësitë janë të mira në fushën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e
akrepit. Me qenë se në lidhje me akrepët të duket se kanë të bëjnë edhe me anën e punës, kanë bëjnë edhe me një vendim shumë të rëndësishëm që ata marrin, të janë vendime shumë të rëndësishme në kohën e duhur, punën dhe biznesin që ata kanë, është mundësia më e mirë e mundshme për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimin e madh që vjen tani e tutje, por ajo që do të keni edhe si mundësi juve dhe si rëndësi e them këtë, mos i merrni gjërat për bazë për arsye të ekonomisë sepse mërziteni dhe kjo bën që nga njëra anë shikoni se çfarë do të bëni, në anën tjetër e keni edhe si mundësi sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por gjithsesi kjo periudha juaj është më e mirë e mundshme për punën dhe për karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shqiptarëve. Për shqiptarët duket se sado që mërziten, për shqiptarët din shumë mirë çfarë bëjnë, din shumë mirë do të shkojnë, sepse është periudha e tyre. Në momentin e duhur, çdo gjë rregullohet dhe stabilizohet. Ka disa çështje madhore që për momentin mund të duken të vështira, por jo të pakalueshme, se me qenë se mundësit janë edhe si kohë juve e keni dhe një moment mjaft mirë në stabilizimin tuaj ekonomik, në gjëra që do të keni dhe gjëra që do të rregullohen në një farë mënyre me anën e punës suaj, në lidhje me një dashuri të munguar, do ta thosha këtë, sepse edhe pse keni pasur çështje problematike, keni pasur gjëra që nuk janë rregulluar në një farë mënyre, por është pikërisht kjo kohë, është një kohë shumë ndikuese, rrezatuese për jetën, sepse duket se ka pas disa keqkuptime, keqinterpretime në fushën e karrierës, por e keni rregulluar dhe stabilizuar ekonominë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, duket se britsjapët në këtë periudhë janë mjaft pozitiv, sepse ndryshe e mendojnë, ndryshe gjykojnë për sa i përket ekonomisë dhe për sa i përket vazhdimësisë. Vazhdimësisë sidomos, sepse është diçka shumë e madhe në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luantë dhe ditëshit parë, me dashtë dhe ditëshit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme nëse juve ju praktikoni, sepse nëse nisni një punë edhe nuk e arrini dot, ajo është, domethënë që juve përgatiteni pra nisni diçka, kështu që nuk është diçka procesuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe peshore duhet të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët, në fakt tani në këtë periudhë keni pasur disa problematika të vogla, por janë çështje që kalohen, çështje që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me marrjen e vendimeve të rëndësishme tani në këtë periudhë, sepse është periudha juaj, nëse ata marrin kështu, ka diçka shumë të madhe në ekonomi, ka diçka të madhe shumë në vazhdimsi, dhe po ta kuptoni se sa vështirësi keni pasur në të shkuarën dhe jeni në kohën më të mirë të mundshme tani, do e kuptoni edhe vetë për gjërat që ndodhin, për gjërat që do të keni dhe mundësitë të arta që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe ditëshit parë, me ujorët dhe ditëshit tetë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, meqense peshqit tani kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për të bërë ndryshimin e duhur në lidhje me një çështje ekonomike, në lidhje me një çështje pozitive financiare, me financa sidomos e kanë këta, por tani për tani nuk është se ka diçka për t'u shqetësuar ose në një gjë që nuk është e realizueshme për arsyen tuaj, por ka diçka që juve arsyetoni sepse peshqit kanë shumë gjëra në vijë dhe mundësi të arta në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh, me shigjetar është perfektja, por me binjak është vetë jeta, nëse keni mundësinë mund ta zgjidhni në një mënyrë ndryshe, edhe pse keni pasur debate të natyrshme të gjërave të tjera, por peshqit kanë kohën, kanë momentin për zgjidhur problemet. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 28 prill 2026. Por para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkëkim të detajuar, kemi faqen këtu, astrologo.al, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin tek sekretaria. Duke dërguar mesazhin, edhe keni bler paketën,
dërgoni një email atje dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh kur kemi live çdo të mërkur, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Nga Unë Rregulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.